Policia ka arrestuar 2 rojet private të kompanisë së sigurisë Major Security që në bashkëpunim me Gerald Bidën troqën zvarr protestuesit në Zvërnec. Artur Grami, 35 vjeç dhe Gazmend Vathi, 42 vjeç, tashmë të arrestuar rezulton se nuk janë të licencuar nga asnjë subjekt për shërbimin privat të sigurisë fizike. Biba bashkë me ta e troqën zvarr protestuesin, pasi e kishin goditur me grushte dhe mbajtën me forcë brenda kabinës së rojes. Protestuesi ndenjë aty deri në momentin e ndërhyrjes së policisë. Gjatë protestës u vures se punonësit e Majori Security përdornin maska të zeza dhe spray piper ndaj tubuesve. Biba rezultoi më pas se ishte pronar në hije i kompanisë Major Security, të cilën e kishte regjistruar në emër të vjerës Shpresa Myzyri. Kompanive Major Security dhe Myrto Security u shtequr licenca e ushtrimit të aktivitetit. Në njoftimin shpërndar mediave, policia e Vlorës thotë se vijojnë hetimet intensive në bashkëpunim me prokurorin për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale të gjithë autorët e veprimeve ose mosveprimeve të kundërligjshme të kryera gjatë tubimit të zhvilluar më datën 30/5/2026 në Portonov të Zvërnecit. Sipas policisë, në vijim të veprimeve timore dhe procedurale për zbardhjen dhe dokumentimin e të gjitha rrethanave dhe të gjitha përgjegjësive për këtë ngjarje, Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës në bashkëpunim me Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë kapën dhe ndaluan shtetasit AG 35 vjeç dhe GV 41 vjeç, banues në Tiranë, pasi gjykata e Vlorës ju ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale heqje e paligjshme lirisë. Të dy akuzohen se në bashkëpunim me shtetasin GB të arrestuar kanë tërhequr me forcë drejt vendit të rezervuar për rojet pjesëmarrësi në tubim, shtetasin me iniciale ES, të cilit i kanë shkaktuar dëmtime trupore. Mëtej nga verifikimet rezultoi se shtetasit e ndaluar, AG dhe GV, nuk figurojnë të regjistruar apo të licencuar nga asnjë subjekt për shërbim privat të sigurisë fizike. Materialet procedurale u referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme.